Mendjemallësia është mohim i të vërtetës. Mendjemallësia është kur e mohon hakun e mohon të vërtetën. Dhe, po thot, nënçmimi për buzëja njerëzve. Bane me. Këtë definicion për ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë kur një sahabi i tha ja Rasulullah, pjesën më hershme të hadithit, ja Rasulullah, dikush për nesh ka qef më vesh mirë, më duki mirë. Mos është ke mendjemallësi? Tha mendjemallësia është mohim i të vërtetës dhe nënçmim për buzëje e njerëzve. Këqyre këtë hadith, kuptoje, dhe pastaj krahazoje me njerëzit të cilët janë mendjemëdhej. Të gjithë, pa asnjë përjashtim, kimi gjithë çdo dy sifate cilësi. Të parë, cilësi të mendjemëdhejve janë hakun e mohon. Sa do që thuaj nderuar. Po më e keq, po nuk është ashtu, është çështu. As nuk në gjendje me më dëgju. Së më bën sabër, së më bën ballë, dhe i në qëma njerëzit. Sepse njerëzit e mendjemadhi janë me lingona, bëbrejca. E me buk ta me kanë matë mirë se ti 1 milion herë që ka e thu Zotit. Për ata mendjemadhi, qysh në gjallën ditën e kiametit, si me lingona, me hadith dhe shkel.